I nderuar zoti Ministri i Punëve të Jashtme, e nderuar zonja kryetare e Komisionit të Punëve të Jashtme të Kuvendit të Shqipërisë, të nderuar ambasador, përfaqësues të Shqipërisë në ambasadat dhe misionet diplomatike në botë. Pjesëmarrja juaj në takimin e punës, që tashmë është kthyer në një traditë të çmuar për diplomacinë shqiptare, është një mundësi e shkëlqyer për të bërë një rivlerësim tërësor të aktivitetit diplomatik, por edhe për të shqyrtuar me realizëm dhe larg pamësi mundësitë dhe hapësirat e reja që duhen shfrytzuar në një botë kaq dinamike. Ky është një moment analize, reflektimi, ballafaqimi, si dhe riangazhimi të gjithë trupës sonë diplomatike, duke shërbyer një ndërveprimi më efikas ndërmjet Tiranës dhe të gjitha përfaqësive në botë. Ndaj plotësisht rëndësinë, por edhe barrën e punës tuaj në shërbim të interesave kombëtare, në përfaqësimin e një vendi relativisht vogël dhe në zhvillim, sfiduar për herë më shumë nga dinamizmi i jashtëzakonshëm i zhvillimeve ndërkombëtare dhe po aq nga teknologjia. Ju tashmë keni në zbatim programin e politikës së jashtme të qeverisë, prioritetet e cilës është padyshim integrimi evropian. Shqipëria tashmë gëzon statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Një arritje e merituar, fal punës ndërvite të bërë nga të gjithë institucionet shqiptare. Ju keni pjesën tuaj të pamohueshme të meritës, duke përcjellë me realizëm zbatimin e detyrimeve që përmbushin institucionet shqiptare, duke avokuar me energji dhe me shumë dashuri avancimin e vendit në rrugtimin evropian. Vendimi për statusin ishte furorëzim edhe i mbështetjes dhe përkrahjes së pakursyer të Komisionit Evropian, të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat ndër vite kanë kontribuar në mënyrë të drejtë për drejtë, jo vetëm me përkrahjen politike, por dhe me asistencë dhe programe të posaçme dedikuar zhvillimit të gjithanshëm të Shqipërisë. Realizimi i këtij objektivi madhor nuk duhet të na çojë në vetmësi dhe as të përgjumje. Përkundërzi, ky është një inkurajim për të përqendruar më fort në realizimin e prioriteteve të identifikuara nga Komisioni Evropian dhe të certifikuar në nivelin më të lartë të vendimarrjes evropiane. Ne duhet të çelim sa më parë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, duke patur edhe garancitë, sikurse konfirmoi presidenti Van Rompuy dhe po ashtu presidenti Barroso gjatë vizitës tij në Tiranë, se me përmbushjen e detyrimeve askush nuk do të përdor tezën e lodhjes së zgjerimit. Sepse Bashkimi Evropian, ashtu siç e vërtetoi javën e kaluar, do të mbajë premtimin për të hapur dyert për Shqipërinë. Së shpejti do të krijohet Këshilli Kombëtar për Integrimin Evropian, ku do të vijojë puna e përqendruar për hartimin e zbatimit të reformave që i shërbejnë këtij procesi.
Unë dhe qytetarët shqiptar presim nga ju që çdo ditë, çdo orë të punës, t'ia dedikoni këtij objektivi në mënyrën më përparësore. Një tjetër shtyllë qendrore në politikën tonë të jashtme përbën zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve dypalqe, duke thelluar marrëdhëniet me partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, e duke kulmuar me Kosovën, si dhe duke kuruar e zgjeruar më tej bashkëpunimin me vendet e tjera, miqe dhe partnerë të Shqipërisë, si dhe me vende me të cilat ndajmë histori dhe interesa të përbashkëta. Bashkëveprimi intensiv dypalësh duhet të rrisë cilësinë dhe të shumëfishojë frytet e bashkëpunimit tonë. Në zhvillimin e këtyre marrëdhënieve, ne duhet të mbivendosim objektivat e integrimit evropian, promovimin e imazhit të vendit, të qytetarëve tanë, promovimin e ekonomisë, burimeve dhe bukurive tona natyrore, por edhe të trashëgimisë të pasur që kemi. Ndërto, është dhe trashëgimia shpirtërore e bashkëtesës, harmonisë dhe respektit ndërfetar në Shqipëri, një vlerë e paçmuar në botën e sotme, që po një aktor të ri kërcënues mbi bazën e përkatësive dhe bindjeve fetare. Këtë mesazh e vlerë e institucionalizuam si moto gjatë kryesimit të Këshillit të Evropës. Por ekzistojnë të gjitha hapësirat dhe mundësitë për ta rrënjosur në memorien historike europiane dhe më gjerë. Vizita e ardhshme e Papa Franceskut në Shqipëri është një mundësi e mirë për t'i bërë edhe më shumë jehon kësaj trashëgimie. Po kështu, rivendosja e lidhjeve dhe organizimi i diasporës së hershme dhe të re, veçanërisht në ato vende ku ajo është më e përqendruar, ndihma dhe ofrimi i shërbimit model për çdo mbajtës të pasaportës shqiptare, duhet të jetë pika e agjendës së punës suaj të përditshme në vendet ku ju jeni akredituar. Të nderuar diplomat, ju tashmë jeni ambasador të një vendi kandidat në Bashkimin Evropian, të një vendi antar të NATO-s. Ky është një status i ri për vendin, por edhe për çdo ambasador e diplomat shqiptar kudo në botë. Nuk mundet veç ta theksoj se kjo përkthehet në përgjegjësi shumë herë më të mëdha për të gjithë, edhe për ju, për të qenë në lartësinë e detyrimeve që burojnë nga ky status. Përmbushja e plotë e detyrimeve të antarësimit me NATO, OKB, OSBE, Këshilli i Evropës dhe të tjera organizata dhe aleanca ndërkombëtare dhe rajonale është një shtyllë tjetër e rëndësishme e politikës jashtme shqiptare. Shkalla reaguese e diplomacisë shqiptare, veçanërisht në kuadër të organizatave shumë palqe, duhet të jetë edhe më e shpejtë, edhe më e vendosur, kushtëzuar nga vetë dinamika e zhvillimeve të politikës ndërkombëtare. Rasti i krizës më serioze që nga mbarimi i luftës së ftohtë në Ukrainë tregoj se përshkallëzimi mund të ndodhë në çdo çast, me pasoja edhe për ne. Edhe pse gjeografikisht larg, duke kërkuar domosdoshmërisht një reagim të shpejtë, të qartë dhe të vendosur. Rreshtimi i Shqipërisë përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NATO-s, Bashkimit Evropian dhe OSBE-s, duke dënuar ndërhyrjen ushtarake të Federatës Ruse në Ukrainë, në kundërshtim të hapur
me normat e së drejtës ndërkombëtare dhe në shkelje flagrante të sovranitetit dhe integritetit territorial të këtij vendi, si dhe duke konsideruar plotësisht të papajtueshëm çdo vijë paralele mes këtij rasti dhe rastit sui generis në Kosovë, pavarësia e cilës erdhi si rezultat i shpërbërjes së dhunshme dhe jo konsensuale të ish Jugosllavisë, është në interesin kombëtar të Shqipërisë. Ne e mbështesim planin për paqen të shpallur 2 javë më parë nga presidenti Poroshenko, duke bërë thirrje të gjitha palëve të ndalojnë aktivitetin ushtarak dhe të përkushtohen për zbatimin e planit paqes në Ukrainë. Ne vazhdojmë të mbështesim rolin e OSBE-s në monitorimin dhe zbatimin e këtij plani, si dhe në vendosjen efektive të kontrollit kufitar nga autoritetet ukrainase. Është për t'u evidentuar fakti se Shqipëria, bashkë me njëksimin e qëndrimit të saj politik me atë të partnerëve tanë strategjik, ka kontribuar edhe me 2 vëzhgues në misionin e OSBE-s në Krime, çka dëshmon edhe nivelin e lartë të përfaqësimit dhe angazhimit të Shqipërisë në raport me organizatat ndërkombëtare ku jemi palë. Një tjetër moment i rëndësishëm në kontekstin e përfaqësimit të Shqipërisë në organizatat ndërkombëtare është kandidatura e Shqipërisë për Këshillin e të Drejtave të Njerëzit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për vitet 2015-2017. Respektimi, mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të njerëzit ka një rol qendror në politikën e brendshme dhe të jashtme shqiptare. Ju duhet të punoni fort për realizimin me sukses të kësaj ambicie, si dhe të përcjellni mesazhin e qartë se Republika e Shqipërisë është plotësisht e angazhuar që të avancojë dhe përmirësojë politikat e saj në fushën e të drejtave të njerëzit, duke e konsideruar këtë përparësi në rrafshin e brendshëm, por dhe një kontribut thelbësor në rolin e saj ndërkombëtar. Zonja dhe zotërinj diplomat, 100 vite pas nisjes së luftës së parë botërore, pas luftrave të hershme dhe atyre jo fort të largta për këtë rajon, Shqipëria qëndron bindshëm si shtyllë paqe e stabiliteti, rrezaton moderim, dialog dhe bashkëpunim në nivelin rajonal si dhe vlerat të saj thelbësore. Shqipëria dhe shqiptarët besojnë dhe mbështesin fuqimisht në mënyrë plebiscitare projektin europian dhe euroatlantik të rajonit. Pesha dhe hapësira që ka fituar faktori shqiptar me shpalljen e pavarësisë Kosovës dhe zgjerimin e kufirit të NATO-s dhe Bashkimit Evropian brenda rajonit janë arritje historike që kontribuojnë në fuqinë e mirë dhe ripajtimin rajonal, por edhe përbëjnë gur themelin e strategjisë së sigurisë son kombëtare. Respektimi, mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni, Malzi dhe Luginë e Preshevës dhe zbatimi i plot i marrëveshjeve respektive të arritura me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar përbëjnë prioritet konstant të politikës sonë të jashtme në rajon. Ato shërbejnë njëkohësisht si ura edhe më solide lidhse në bashkëpunimin dhe bashkëveprimin rajonal. Dinamizmi i bashkëpunimit strategjik me Kosovën do të jetë në funksion si të bashkëpunimit gjithdimensional, të përshpejtimit të proceseve euroatlantike, ashtu edhe në funksion të njohjeve të mëtejshme të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Kosova, tashme me hapjen e negociatave për nënshkrimin e MSA-s, në pritje të kurorëzimit të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian, vëzhguese në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, antare e Komisionit të Venecias, njëkohësisht
dhe e bashkëpunimit në Europën Juglindore, me plot 107 njohje, është një realitet i konsoliduar. Ne do të vazhdojmë të bëjmë çdo përpjekje të koordinuar për rritjen e numrit të njohje ndërkombëtare të saj, për rritjen e prezencës ndërkombëtare dhe çdo gjë tjetër që shkon në drejtim të konsolidimit të mëtejshëm të shtetit Kosovës. Ne do të vazhdojmë ta mbështesim dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, me synim normalizimin e marrëdhënieve mes të dy shteteve. Dhe në këtë kuadër do të këmbgullim për zbatimin e plotë të marrëveshjeve të arritura në këtë dialog, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, roli të cilave është i pazëvendësueshëm në këtë proces. Fqinësia e mirë dhe bashkëpunimi rajonal tashmë po marrin për masa të re, veçanërisht në aspektin ekonomik, duke synuar krijimin e lidhjeve të reja infrastrukturore dhe energjetike. Projektet Trans-Adriatik dhe ai Adriatiko-Jonian dhe korridoret rrugore e hekurudhore që pritet të hartojmë së bashku, së shpejti do t'i japim padyshim një fytyrë të re bashkëpunimit rajonal, por dhe marrëdhënieve dypalshe me secilin prej vendeve të rajonit. Shqipëria kurorëzoi me sukses presidenten e saj në nismën Adriatiko-Joniane, gjatë cilës u punua fort për një tjetër projekt të rëndësishëm, krijimin e makrorajonit evropian Adriatiko-Jonian. Po kështu, ne morëm muajin e kaluar presidentën e procesit të bashkëpunimit të Europës Juglindore, gjatë cilës do të ndjekim një agjendë ambicioze dhe aktive në shërbim të fqinjësisë mirë dhe ripajtimit në rajon, si dhe përforcimin e pikave lidhëse dhe ndërvepruese midis nesh. Kriza financiare na kujtoi të gjithëve edhe një herë, në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të pamëshirshme, se jetojmë në një botë tërësisht të ndërvarur dhe për t'u përgjigjur suksesshëm problemeve dhe krizave, si politike, ashtu dhe ekonomike, ashtu dhe financiare, nevojiten përveç rregullave të lojës më të qarta, edhe një mekanizëm efektiv parandalues për të siguruar rritjen ekonomike dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Kësaj nuk mund të shmanget më askush. Dhe kombet, të vogla apo të mëdha, të pasura apo të varfra, do të duhen të bashkëpunojnë dhe të ndihmojnë njëri tjetrin. Ne shprehim kënaqësinë për reagimin e koordinuar që Bashkimi Evropian po jep aspektit të rritjes ekonomike në rajonin tonë, çka po reflekton qartë edhe në qasjen e re ndaj Ballkanit perëndimor. Para disa ditësh, bashkë me presidentët e vendeve të rajonit, pas disa ditësh, bashkë me presidentët e vendeve të rajonit, do të takohemi me kancelaren Merkel në Dubrovnik të Kroacisë, ku do të flasim për projekte konkrete. Ky takim do të ndiqet menjëherë nga takimi i kryeministrave, ministrave të jashtëm dhe ata të ekonomisë në Berlin. Do të jetë detyra juaj parësore të ndiqni dhe promovoni projektet që do të dalin nga këto tryeza në interesin më të mirë të vendit. Të nderuar ambasador, zhvillimi i diplomacie të suksesshme, aktive dhe eficiente kërkon sigurisht mbështetje solide financiare dhe njerëzore. Nuk mund të pretendosh një diplomaci cilësore, aktive dhe profesionale pa e mbështetur atë, dhe aq më keq, duke e dekurajuar atë. Shërbimi ynë diplomatik, edhe me mangësitë serioze financiare që ka patur dhe me vështirësitë e një tranzicioni gjithëpërfshirës, ja ka dalë të vetë konsolidojë një trup të qëndrueshëm dhe të çmuar diplomatësh, të cilët e prezantojnë vendin në mënyrë dinjitoze. Është kjo trup
me formim perëndimor, pa kurfar kompleksi inferioriteti për krahë të ngjashmëve, me eksperiencë të akumuluar e me merit ndër vite, që duhet ruajtur ndaj çdo efekti të drejtë për drejtë apo të rthorë dëmtues, dhe të shërbejë si model e inkurajim për brezat e rinj të diplomatëve që i bashkangjiten sistemit. Si Presidenti i Republikës, ju garantoj se do të qëndroj fort për krah çdo diplomati që mishëron këto tipare cilësore dhe që i bën nder vendit. Ashtu, sikurse kërkoj prej çdo njëri prej jush, që në fund të ditës të jeni në gjendje të përgjigjeni pozitivisht pyetjes se çfarë keni bërë që Shqipëria të njihet më shumë, që numri i miqve të jetë më i lartë, nëse shtetat si shqiptar apo të huaj kanë gjetur tek ju imazhin e ripërtërir të vendit, cilësinë dhe profesionalizmin e shërbimit më të mirë publik, ndihmën dhe asistencën e pakufizuar brenda përgjegjësive dhe detyrave. Unë, dhe jo vetëm, pres që ambasadori dhe bashkëpunëtorët e tij të dinë të prezantojnë në çdo kohë vendin, vlerat e tij të trashëgimisë të kulturës, në dritën e zhvillimit dhe dinamikën e avancimit të përgjithshëm. Punë të mbarë në kryerjen e detyrave të tyre.